Kalojmë tani te Big Basta dhe marrëdhënia e tij me Cjapin. Po si ka flokët në lagë. Ai ka merak flokët. Si duket lart, duket se Sigur I ka mbjellë. Në Turqi. Të prekin këto, po mos nuk lejnë me I prek. E pra. si s'lenë, si s'lenë lagë. Po mirë lejnë tash. Big Basta e lën ato. Lenë këta gjithkohës kanë E njojnë bigun ato. Cjapi. O Cjapi. Po I thur vargje. Ora këngë e re e Big Bastës. Dedikuar Cjapit. Si ka lart o brirë asha. Si ka. Çka ka? Kështu se onash. I ka brirë tonash. Qa kingu. Po bëhet serioz muhabeti apo? Ma bën ciklet tash. Janë me isu lagë. Për mirë apo për keq e ka. Janë me isu shumë. E I mësuar ti çik më shumë se ato me të drejtë po. Vetëm se s'pranoj kështu gjatë ditës me miel, domethënë zgjohem për ditë, zgjohem në ora 6 e vije miel, Po. se ka fiksim. Shpresoj që mos I duke fol për Cjapin akoma. Në ora 6, Zgjohem çdo ditë në ora 6 dhe miel, Si çdo ditë. Po, që në 6 mëngjesit. apo ke qumshin atë. Bravo Big Basta. po ku e diti orën 6? Ne pra. Ha? Ku e diti orën 6? Nga dajti pra. Dajti, si. Shoh atë ndajt. Ka. Orën e dajtit. Del ora në dajt. Për diellin do e ketë. Unë them ti shikojmë mirë to zgjimet e Big Bastës në orën 6 të besi, si thua ti. Po pra zgjohet I pari ditë për ditë. Po, atë shikojmë mirë. Ja ku jemi këtu në një mëngjes të zakonshëm, që mund të është diçka më shumë se ora 6, le të themi ora 10 e drekës, duke se krevatet janë të gjithë bosh edhe ai që po përpëlitet aty në të mal, që s'do të çohet për qamet, kush është? Mos më thuaj që është ai. Ora Big Basta. I shpëtoi sot dhia pa miel. Po pra çu bë me orën 6 të E pra. Dhe ndërkohë që dalin dhe dy të fundit nga dhoma, Big Basta ngelet aty I paralizuar mi krevatet. Se po të çlodhet pas gjumit. Po në pozicionin e budës çlodhet po. E mos e ka pas pushim sot, po nesër e ke në këmbë që në 6. Le të shikojmë mëngjesin tjetër atëherë. Ja pra të thash që është ngritur. Po, për kësaj radhe që nga ngritur që nga më aktiv, po ora 6 nuk është se të gjithë krevatet janë bosh, prapë nga lënë të fundit. Po. Mos janë zgjuar ata që në 4. Jo, që në 3. Po të paktën po rregullon krevatin. Po, këtë të mirë e ka. Kalojmë tani te mëngjesi tjetër. Po këtu e që nga zgjuar edhe po lëvizor. E pra, ka bër përparime. Tani po lëviz, gjithsesi krevatet janë gjithmonë bosh, gjithmonë është I fundit, dhe I para fundit që ngrihet. Po filloj të dyshoj për të 6-ën e Big Bastës. Po, e për të qenë të sigurt shikojmë edhe mëngjesin tjetër. Ja ku e kemi përsëri në krevat, këtë radhë po e rregullon krevatin pa u ngritur fare, Më zgënjeu Big Basta. Ndërkohë që vazhdojnë krevatet e tjerë bosh, janë ngritur të tjerët kanë ikur. Jo, ja Erandi në gjumë është. Pra, I vetmi që është në gjumë është Erandi. Po të paktën ngrihet më shpejt se Erandi. Po, prandaj e mashtron Erandin, I thot ngrihem më shpejt që në 6.